Mirëmbrëma qytetarët e Kosovës. Pikësparjore e Zotit Thaçi zgjedhen për president. Lutem që të ketë fuqinë dhe mundësinë ta përfaqësoj qytetarin e Kosovës si brenda ashtu edhe jashtë vendit. Ta ngrisë imazhin e këtij vendit, të cili ka nevojë për një imazh të ri, ka nevojë për një zhvillim të ri në fushën ndërkombëtare, si politike ashtu edhe diplomatike. Po ashtu të ketë krijoj perspektiva të reja për qytetarët e Kosovës. Ju e dini që në Kosovë 73% e popullsisë janë nën moshën 35 vjeçare. Kjo gjeneratë e re ka nevojë për perspektivë të re. Andaj, uroj, kërkoj edhe lutem që Zoti Thaçi ta ketë atë mundësi ta bajnë një imazh të ri. Po ashtu, i falenderoj të gjithë delegatët e deputetët e Kuvendit të Kosovës, të cilët sot kanë marrë pjesë në votim, por veçmas i uroj të gjithë deputetët që kanë përkrahur, që janë 12 prej tyre, që kanë përkrahur kauzën time që edhe unë të marr pjesë në kuvend. Për fat të keq nuk arrita me bë 30 dhe nuk mora pjesë në garë në konkurrencë, edhe pse ka qenë një konkurrencë shumë e fuqishme, shumë e jashtëzakonshme. Njëherësh falënderim të veçantë shkon për të gjithë vullnetarët të cilët kanë përkrahur kauzën e Serem Xherxhit për kandidat pavarur për president, për dalë me votën e lirë. Shumë i falenderoj për gjithë angazhimin e tyre që kanë bërë, për gjithë sakrificën e tyre që kanë bërë, që kanë lënë ndoshta punë të veta jashtë anash, edhe kanë ardhur me ndihmu Seremin, edhe projektin Serembi për Kosovën, që të ketë një përparim, një avancim edhe një shans të re në garën për president të Kosovës. Po ashtu e falënderim veçantë kam për zotin Arsim Bajrami, i cili asnjëherë nuk ka munguar përkrahja e tij për konceptin e një zgjedhjes së presidentit me votën e lirë. Shumë faleminderit zoti Bajrami. Mbi gjitha, e falenderoj popullin e Kosovës, të cilët kanë kontribuar me ide, me mundësi, me qasje, me iniciativa të ndryshme, që projekti im si i pavarur dhe angazhimi im individual të jetë pa. Po ashtu, gjithashtu, i falenderoj të gjitha radiot, televizionet, gazetarët që kanë bërë një punë të jashtëzakonshme, një punë shumë profesionale dhe kanë ndihmuar projektin tim Serembi për Kosovën që të zhvilloj edhe të ecë përpara. Sonte i falenderoj gjithë, duke mos harruar edhe familjen time të cilët kanë qenë gjithmonë pranë meje, dhe i falenderoj në veçanti shumë veçantë njerëzit që kanë pas vullnetin, dëshirën dhe dashamirësinë edhe respektin ndaj meje, kudo që më kanë taku, kudo që kanë qenë pranë meje, kudo që kanë folë mirë ose kanë dhënë një imazh ose një fjalë të mirë për mua. Faleminderit shumë. Sonte përfundon projekti jam për president si kandidat i pavarur dhe deri në projekte të tjera, në situata të reja, kisha me thonë, në mundësi të reja. Njëjtë si për mua, ashtu edhe për ju. Njëherët natën e mirë, e gëzuar gjithë.